Eksperti Zef Preçi zbulon të fshetat e tenderave në Shqipëri. Ai thotë se shumë tendera janë me flamujnë të kuq, afër 100% të fondit limit dhe shpesh modifikohen në zyrat shtetërore për t'u përshtatur fituesit të paracaktuar. Operatorët ekonomik marrin pjesë vetëm formalisht, ndërsa dokumente dhe specifikime teknike krijohen në bashkëpunim të administratës për të favorizuar fituesin. Ky proces i kompromentuar juridikisht çon në korrupsion dhe pasurim të paligjshëm. Kjo identifikohet me faktin që një pjesë e mirë e këtyre tendrave janë me flamur të kuq dhe janë shumë afër 100% të fondit limit. Nuk po them që prap nga ana e ofertës ka dhe modifikime të specifikimeve teknike masi tendri është shpallur për t'i përshtat me fituesin e paracaktuar. Ka bashkëpunim të zyrave shtetërore për hartimin e dokumenteve të nevojshme për këtë fitues, a jep NIPT-in edhe administrata përgatit dokumentet. Dhe në këtë këndvështrim ka një proces të komprometuar juridikisht, të dënueshëm juridikisht, penalisht, dhe njëkohësisht që çon në përdorimin inefektiv dhe shndërrimin në burim korrupsionit dhe pasurimit paligjshëm të zyrtarëve. Në të njëjtën kohë, ekziston dhe fenomeni i collusion, ku konkurruesit ndajnë tregun dhe marrin pjesë vetëm për t'i dhënë një herë mundësi njërit dhe pastaj i kthen nderin tjetrit. Nga pikpamja e kërkesës, vjet re një fenomen tjetër, ajo që quhet collusion, do thotë operatorët ekonomik që marrin pjesë një garë, firmat, bëjnë ndarje të tregut, dhe kjo shpjegon pjesëmarrje në lote të ndryshme, bëjnë pjesëmarrje formale për t'i dhënë oportunitet një herë njerit, pastaj ky i kthen nderën